për ta shndruar qendrën spitalore universitare Nën Tereza në një qendër të avancuar të shërbimeve shëndetësore dhe ambicia jonë është një qendër avancuar e shërbimeve shëndetësore në Ballkan, në qendër rajonale. Një qendër rajonale dhe duke i dhënë mundësinë kështu shqiptarëve që të mos dalin më jashtë vendit për të marrë shërbime shëndetësore specifike, por t'i kenë ato këtu në vendin e tyre. Në fakt, të gjitha këto janë përpjekje për të përmirësuar akoma më tej shërbimi shëndetësor në vend. Gjatë këtyre viteve është bërë një punë fantastike, do thoja unë, sa i përket përmirësimit të kushteve të infrastrukturës. Le të mos harrojmë që gjetëm një infrastrukturë totalisht të degraduar, spitale që në gjysmën e tyre shërbenin si qendra të shërbimit ambulator, të shitjeve, të blerjeve me pakic, në gjysmën e territorit të QST-s të kthyer në parkingje private edhe në pika ambulatore shitje, e me mjek të trajtuar pa dinjitet, ndërkohë që sot me krenari mund të them që qendra spitalore universitare Nën Tereza, dhe këtë nuk e them unë, po e thonë edhe të gjithë ekspertët që kanë ardhur përpara se të krijonin këto partneritete që përmenda, i kanë parë kushtet aty dhe kanë thënë nuk u mungon asgjë krahasuar me qendrat që ne kemi, sa i përket pikpamjes së infrastrukturës dhe sa i përket kushteve.